إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falënderojmë Allahun Subhanahu wa Ta'ala, I cili dërgoi pejgamber, me të dhe shoqëroi librin mrekulli të përjetshme për mbar njerëzimin deri në ditën e gjykimit, ku Allahu Azza wa Jall në këtë libër na tregoi për intrigat, komplotët dhe dredhit e shejtanit, prej ditës kur Allahu Azza wa Jall dëboi shejtanin nga mëshira e Tij, privoi shejtanin nga xheneti Allahut Azza wa Jall, dhe vazhdimisht përpiqet shejtani që mos të jetë I vetmuar në xhenemin dëshkimin e Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Një ndër komplotat dhe vëllezër të ndershëm të shejtanit është zbukurimi I veprave të shëmtuar, vepra që Allahu Azza wa Jall nuk I pëlqen dhe nuk I don. Roli I shejtanit është që në syrin e birit Ademit, që zbukuron veprat të cilët nuk I don Allahu Azza wa Jall. Vepra më e urrejtur tek Allahu Azza wa Jall është shirku, ortakllëki me I bë Allahut Azza wa Jall ortak. Pra të Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin e Kerim: Kemathali shejtani idh qala lil insani kfur. Sikur që shejtani I tha birit Ademit ban kufër. Falamma kafar, kur e ndëgjoi dhe respektoi biri Ademit shejtanit dhe mësimet e tij, dhe bani kufër, qale inni bari'un mink. Vallë shejtani ai sjelli dobi birit Ademit, se ai e respektoi dhe ndëgjoi mësimin e shejtanit. Allahu Azza wa Jall na tregon dhe thot: Kjo është qëndrimi I shejtanit ndaj gjithë atinve që e respektojnë urdhin e tij. Tha inni bari'un mink. Tha unë distancona nga ty dhe nga vepra jot. Inni akhafu Allaha Rabbal Alamin. Ku shejtani pretendonte se I ka dro Allahun Azza wa Jall ma shumë se biri Ademit. Pra përbetimi I shejtanit është ditën kur Allahu e dëbon shejtanin nga rahmeti I tij, betohet shejtanin madhërinë e Allahut dhe thot: Qale fe bima awwaytani laqodanna lahum siratakal mustaqim.
për shkak devijimit, humbjes time që ma bone o Zot, unë do t'i hakmirem bive të Ademit. Do t'i pengoj nga rruga e drejt. Dhe sqaroj shejtani se si do t'a i lajthite birin e Ademit, tha: Thumme la atiyennahum min bejni ejdihim wa min khalfihim. Tha pastaj do t'i shfaqem bive të Ademit përpara, që t'i pengoj nga rruga Allahut. Nëse ata të i kalojnë shejtanin, tha, do t'i vinë nga mrapa. Nëse nuk ka mundësi që ta ndal birin e Ademit nga veprat e mira, tha thumme la atiyennahum an ejmanihim. Tha pastaj do t'i shfaqem, do t'përpiqem ato t'i bajnë gjallëtista, e disa të qerë do t'i bajnë majtista. Pra disa do t'i ekstremizoj, që do t'lajthiten nga rruga e Sunetit dhe Xhamatit, e disa do t'i neglizhoj, wala tajidu aktharum shakirin. Me rëndësi, tha, do të arri rezultatin nga shumica nga ato, nuk do t'i gjenjsh mirënjohës falemderues. Vepra me shëmtuar vëllezër të ndershëm, a shirku dhe kufri. Shirku në Allahun Azza wa Jall. Para thot pejgamberi Allahut në hadith al-Qudsi, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë Allahu Azza wa Jall: Ma ka ofendu biri Ademit, edhe pse si ka taku ati që të më ofendon. Kur ofendohet Allahu Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall ofendohet kur t'i ngjitet ati biftan. Kur Allahu Azza wa Jall t'i përshkruhet shok, t'i përshkruhet Allahu Azza wa Jall ortak, kjo është ofendim ndaj Allahut Azza wa Jall. Kush që ja ban birit Ademit, që t'kalon nga njëshmëria Allahut, nga besimi Allahut në shirkun Allahut, as bukurimi që ja ban shejtani veprat e liga, as në gjendje t'i nënshtrohet çdo kujt pos Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu na tregon Allahu Azza wa Jall, në komentin e këtij ajeti thonë të Ibn Abasi, 5 njerëz të cilët përhapshin tauhidin, besimin pas Nuhit alayhis salam, ishin emërtu me këto emra. Njani nga ato e kishte emrin Wad, njani Suwa, njani Yaghut, njani Yauq dhe tjetri Nasr. Këto ishin dhe të këves emna të pasuesve të Nuhit alayhis salam, që ftoshin në besimin e Nuhit në tauhid. Me vdekjen e këtyre njerëzve të mirë, thot Ibn Abasi, shejtani dhe i tha: në mexhliset e tyre është mirë që ta pikturoni nga një fotografi në shenjë deri kujtimit të njerëzve të mirë. Dhe filluan t'i pikturojnë ka një fotografi çdo njëri prej atinve që mos të harrohen, njerëz të mirë, njerëz të famshëm, të cilët sakrifikuan për popullin e tyre. Pas një kohe, thanë është mirë me jamaru ka një statur. Çdo njëri prej atinve, tha me kalimin e kohës u harru tauhidi dhe filluan të adhurohen pos Allahut Azza wa Jall. Dhe sa herë që i kush të i thirrte në besimin Allahut dhe vinë të shejtani dhe ju inspiron të atinve dhe jazbukuron të adhurimin e tyre, dhe i thotë wa qalu la tadharunna aliyatakum, mos i leni zotat e juaj, mos toleronin çështjen e zotrave tuaj, wala tadharunna waddan wala suwa'an wala ya'uq
wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mos i lini këto zota të cilët adhurohen pas Allahut Azza wa Jall. Kush i bente ato të përmbahen ata të cilët ishin në rruga e devijuar, vëllezër të ndershëm, ishte shejtani mallkuar, i cili ja zbukuron të njerëzve shirkun Allahun Azza wa Jall. Dhe thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Dhe ata që u mbrapshin nga udhëzimi nga feja e Allahut, pasi që atinve ju pa të bëhet qartë ku është rruga e drejtë. Njerëz që cilën mbrapshin nga rruga e Allahut. Rezultati i çkafit është, thot Allahu në Kur'anin e Kerim: ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. Shejtani është ai i cili ja zbukuroi rrugën e shëmtuar dhe ja shëmtoi rrugën e udhëzuar. Wa amla lahum, dhe shejtani ishte ai i cili i premtonte për premtime dhe jepte shpresë të rrejshëm. Ju thonte keni vakt për juve, ju ala të ri, ka e juve rinisa në shtash, të gjithë punoni të fitoni, ndërsa dhe të përparoni, ndërsa adhurimi Allahut Azza wa Jall ka vakt. A nuk e din se frimarjen që e merë nuk e din mo e shlon, dhe atë që cilën e shlon nuk ka shka garon që e merë. Pra ata ishte shejtani a i cili ju jipte shpresë atinve dhe thonte: s'ka problem se ala jeni të ri. A nëse merë statistikat e shef se ato të cilët vdesin janë ma shumë të rinj se sa pleq. Megjithatë shejtani atë që ja zbukuron veprën e shëmtuar, e vepra më madhështore Allah e shejtanit është që Allahu t'i bëhet ortak, të mohohet Allahu Azza wa Jall, të bëhet kofër mbi Allahun Azza wa Jall. Përse njerëz kanë mundësi të adhurojnë çdo kënd pos Allahu. Përse njerëz ka shumë sakrifikojnë për çdo send por pos për Allahun. Alladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Ata të cilët bëjnë kufër janë gjengje që ta japin jetën e tyre për taghutin e tyre. A nuk janë gjengje që ta dojnë një pjesë të kohës të tyre që t'i nënshtrohen dhe t'i bojnë ibadet Allahut Azza wa Jall. Përse kështu ndodh? Për shkak se shejtani është ai i cili i jep shpresë të gjatë, dhe shejtani është ai i cili ja zbukuron veprat e shëmtuara të liga. Prej këtu në Afganistan i çojnë disa njerëz për t'i luftuar muslimanët, dhe shejtani ishte që ja zbukuron të se për 3 muaj i bëhesh milioner. E kur vishin kiton as milionera as me men. Këtë janë depresione, vëllezër të ndershëm, kush është ai i cili këtë rukëtim të madh ja bante, ishte shejtani që ja zbukuronte se për 3 muaj ti një Porsche para dere, edhe një vill do të ndërtojsh, edhe ke mundësi një nuse të mirë të mirësh, a kur të kthejsh e kiton depresione dhe probleme shëndetësore të cilët që ato dinar dhe lek që i ke fejtuan kje mi harxhun banatorët bashkohor. Kush është ai i cili atë sakrificë të madhe i bante që njerëz të ulin kokën edhe të pastrojnë betorinat, edhe t'i pastrojnë vecet për shkak dinarit të dirhemit, është ai i cili i thuat iblis që nuk pranon ai që të vetëmohat në ndëshkimin e Allahut në xhenem. Ai ka dëshirë të ketë shok se kur ai kallaballak në xhenem. Për këtë arsye është ai i cili në syrin e tyre ja zbukuron të keq, ja zbukuron kufrin, ja zbukuron dhe i ban që të shpresojnë gjatë, ndoshta vdekjen e kanë të arra e fitit të tyre, ndoshta vdekjen e kanë më afër se çdo seni. Pra vëllezër të ndershëm, vepra më madhështore të shejtani është shirku dhe kufri. E nëse njeriu arrin shejtani ta qet në këtë ledin, nuk brengoset më për ata dhe nuk mirët me ta.
Pra thonë të Ibn Taymija se më vezvese, më shumë kanë ata që kanë iman. Shejtani çka ti ban vezvese atinve që i kanë bërë shirk dhe kufr. Kush janë ata të cilët më shumë vezvese, kush janë më të solmuarit, kush janë më të ngacmuarit në çështje, vëllezër të ndershëm, janë ata që kanë besim zemrën e tyre. Dhe kjo transmetohet me hadith të vërtet, që shokët e pejgamberit Allahut e banën një ankesë një ditë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë: ja Rasulallah, po vën shejtani po na ngacmon dhe po na ban vezvese shumë. Tha pejgamberi Allahut: çfarë po ju ban? Tha: po na ngacmon që s'kemi mundësi na ta shprehemi atë të cilën po na je edhë shejtani në mendjen apo në zemrën tonë dhe po na ban vezvese në gjoksin tonë. Tha pejgamberi Allahut: a e keni gjetë këtë vezvese? A keni vezvese depresione, ngacmime nga shejtani në gjoksat e juaj? Tha: po ja Rasulallah. Tha: kjo është shenja e imanit. Kjo është nga imani i qartë që gjindjet në thellësinë e zemrës dhe gjoksit. Se ata të cilët kanë bë kufër në Allahun, ata munafikët, nuk ngurojnë ta shprehin çdo send që i kalon në mendjen e tyre. Që t'i vena e shprehen kufrin e tij kollaj, e shpreh ofendimin ndaj Allahut azza wa jall kollaj, i ngjet beftan dinit Allahut dhe nuk mërzitet për asën. Pra ti që mërzitesh dhe vën shejtani të ngacmon gjoksin tën, zemrën tonë, të bën vezvese, nga shenja e imanit. Pra tha pejgamberi Allahut, tha: nëse ju ngacmon shejtani, atëherë thuni e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pra kërkoni prej Allahut azza wa jall që u strehon nga ngacmimet e shejtanit. Me një transmetim tha pejgamberi Allahut, kur i thanë: ja Rasulallah, po vën shejtani po na bën vezvese dhe po na pyet dhe po na thot kush e krijoi kët dhe kush e krijoi kët, derisa po vën ngacmimi i tij, derisa po na çon në vezvese që ne ta pyesmi veten ton kush e krijoi Allahun. Tha: nëse vën shejtani dhe ju ngacmon në këtë formë, thuni amantu billah, besova në Allah. E transmetim: wa malaikatihi wa kutubihi wa rasul wal yawmil akhir. Dhe besuam caktimin e Allahut azza wa jall, të mirin dhe të keq. Kjo është nga ngacmimet e shejtanit. Me një transmetim thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: elhamdulillah që komplotët e shejtanit tek besimtari i kthej vetëm në vezvese. Çka mund shejtani mi bon muslimonit përveç vezvese? Namazlijës shejtani nuk mund diçka tjetër përveç se me ja të llovit recatët. Namazlijot nuk ka mundësi shejtani që ata përmbis namazlion vetëm vezvese. E ban vezvese në jetën e vetë, e shqetëson në shtëpinë e vetë, e ngacmon të ronin e vetë, e ban vezvese namazin e vetë, a mos ka fuqi shejtani që ta lajthit dhe që ta devijon besimtarin. Para ta Ibn Jauzi thoi ke hajduti nuk hin në shtëpinë e rënuar. E keni pa munafikët, jo namazlit? A i keni pa jo besimtarët nuk kanë vezvese? As kanë probleme me gruan, as kanë probleme në punën e vetë, as kanë probleme në shoqërinë e vetë, kushtimisht po thamë, edhe pse s'kanë lumturin gjoksin e tyre, nga se gjoksin e tyre është i zbrazd nga imani, pra që shejtani s'ka punë me ta, nga se a je lu në rolin e shejtanit, edhe hajduti në magazinin e djegur kur nuk hinda. Shejtani çka të lipen të, çka të vjedhe, s'ka kur gjonda. Për këtë arsye nuk i ban vezvese. Dhe këto jetojnë dhe gjoksin e ngritin, ofendojnë Allahun dhe ofendojnë dinin Allahut. E loftojnë dhe bëjnë komplote ndaj dinit Allahut në dhe ditë dhe thot, dhe po na nimon Allahu
po të ndihmon shejtani, për çka se ti të bëhesh bashkë me shejtanin banori i xhenemit. Ndërsa njoni posa të ozohet, diçka thot kejt, diçka frimsën po marë, gjoksin po ma shtrëngon diçka, natën se po baj gjumpi andrave, kam problem dhe shqetësime, po normal, se ja ke prishën dostit tanë, ja ke prish udhëhecit tanë, ja ke prish bosit tanë, një ditë që ka qenë që të ka udhëheq, dhe ti e konë gomor i ti që e ke bërë në shpinën tonë, e sot kër e ki sfidu shejtanin dhe i bo pishtar dhe robi Allahut Azza wa Jall, shejtani ka me tarë për para dhe për mas dhe ka me të ngacmu gjaftas dhe majtas, vetëm e vetëm të lajthite nga rruga e drejt delikure ban shejtani këta, thot deri të preke sinceritetin zemrën tonë. Shejtani nuk ka mundësi që ti shqetëson ata të cilët janë të sinqertë. Për këtë arsye përpiqu që të bëjsh vepra të sinqertë. Pra atë thotë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazi nafile në shtëpi e ka vlerën ma shumë se 25 herë në xhami. Pra di sunet me i fal në shtëpi drekës, apo di sunet sabaut, apo di sunet akshamit apo jacis, me i fal në shtëpi e ka vlerën ca 25 herë me i fal në xhami. Përse vëllezër të ndershëm, për çka se namazi vullnetar dhe nafile është më largë si e faqësisë, dhe namazi që është më largë si e faqësisë, i zmadhohet shpërblimi dhe sfidohet shejtani dhe dëbohet nga ato shtëpi ku bëhet namaz. Për atë thonë të pejgamberi Allahut, mos i shëndëroni shtëpitë e juaja në varreza, në atë shtëpi që bëhet namaz, në atë shtëpi që lexohet Kur'an, s'ka vend në ato shtëpi shejtani. Vetëm varreza atë që nuk bëhet namaz në ta. Shtëpi që nuk falet në ta, pejgamberi Allahut i përngjasoj me varrezat. Për këtë arsye në atë shtëpi që bëhet namaz, në atë shtëpi dëbohet shejtani dhe ki njeri e ka shpërblimin e namazit të tij vullnetar, si kur farzin me fal xhami, nga se është më largë si e fajtësisë dhe është më afër sinceritetit. Allahu Azza wa Jall, kur u përbetu shejtani se do t'i lajthiti, do t'i devijoj të gjithë robët e tu, Allahu i tha, ke mundësi ti ngacmosh të gjithë përposh robët e mi të sinqert. Allahu na bon prej robëve të tij të sinqert. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall veprat tonë Allahu t'i pranon. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vëllezër të ndershëm, një ndër veprat që i zbukuron shejtani është magjia. Një ndër veprat të cilat i zbukuron shejtani është magjia. Ku shejtani e mbizotëron një trupin e birit Ademit dhe i nënshtrohet shejtani dhe nuk e sfidon derisa ta ban shejtani atë njeri magjistar falltor. Dhe një ndër veprat e shejtanit që janë kufër në dinin Allahut Azza wa Jall, lipja e shërimit me anë të magjisë. Dinë vëllezër të ndërsh, se Allahu ilaçin e një sendi nuk e kalon ati ku Allahu e ka ndalu. Shpesher pyet muna, a ban të përdoret alkooli për shërim? Allahu në alkool nuk lën shërim. Pra ilaçi banat janë vetëm sebeb, ai që shëron është Allahu. Nga se ditës së muarit me njëjtën smundje i përdorin njëjtët medikamente, njëjtët barna, njoni shërohet, tjetri shërohet, për shkak se shëruesi i vërtet është Allahu. Ka njerëz që shërohen pa barna, ka njerëz me barna nuk shërohen, nga se ka është pjesë e besimit tonë, që nuk shëron as hoxha, nuk shëron as faltori, për atë selefët parë tonë, në kohën kur njerëzit ishin të sëmur, në vend veçanti nga magjia,
nuk e preferoni njeri të specializohet dhe të vetëmohet, të përcaktohet për rukje. Selefët tonë nuk e preferosh. E di përse? Që mos lidhet zemra e sëmurit me filonin. Ka është i filan hoxhi, aj shumë i forta. Kurse filoni jasat. Kurse aj Koran lexon ki Koran. A është vërtet se sinceriteti ka dominim. Me gjitha ta vëllezër të ndërsh. Allahu Azza wa Jalla është shërues. Fjala Allahu Azza wa Jalla është e bereqetshme. Që Allahu Azza wa Jalla fjalën e tij e ka përshkruajtën si shërim. E nuk është hoxha që shëron. Për atë nuk ka nevojë që ti trokic dirë të hoxhallarëve, ti e ai që ke mundësi ti bajsh rukje vetës tonë. Arruat që kërë u tregua Milacin si ka mundësi njeri u të banë rukje vetën e ti, kur Ibn Kajmi tha ish në pranë vdekjes dhe qëllova në Mekke, ku nuk gjenjsh në ashtë mjek, e mora një gotë zemzem dhe lexova në ta 40 Suratul Fatiha, Allahu Azza wa Jall më shëroj, tha këtë ilaç dhe këtë banë dhe këtë recept, tha e përdoshna dhe kur u ktheva në vendlindjen time, sa herë që e kam përdor dhe ju kam bështet dhe vetëm Allahu më ka sjell dobi. Pra nuk është pa tjetër që një hoxh që të i frije ujit apo të i frin të sëmuarit të mësishuarit. Ke mundësi dhe ti, a nuk e din Suratul Fatiha? A nuk është Ebu Said al-Khudriu që nuk e lexoi pas Fatiha? Po Allahu Azza wa Jalla shëroi atë uçu sikur mos me pas asgjë, atë që e pat kafshuan gjarpri apo akrep. E çka po do me thonë që na mos me shkuas te mjekët tash edhe si cmumja? Jo vëllezër të ndërsh. Ka smunje shpirtërore dhe ka smunje trupore. Mirë po ke hadith që e transmeton Imam Muslimi, ki kishte smunje trupore se gjarpni apo akrepi e pa të kafshu. Shka të ka të boje me l-Fatihan. Për këtë arsye, kanë thonë dietarëse, si kur që ndikon fjala Allahut Azza wa Jall në shërimin apo në smunjet shpirtërore, ka mundësi të ndikon dhe në smunjet trupore, nga se Allahu nuk e ka përcaktu që Kurani është vetëm shërim për smunje shpirtërore, mirë po është gjithashtu shërim dhe për smunje trupore. Amo çështja e këtij njeriut ishte se s'patën lënë mjek pa e prunte dera ti. Mirë po nuk jepte efekt barnët. Dhe thanë sigurisht ki mos ka grak, që i dojmë dhe na. Sigurisht ki mos ka shkel në diçka. Pra ndoshta gjini a shëndru në gjarpën apo në akrep dhe e ka kafshu. Pra ato e dishin se ka garak. Për deri sa banat nuk sjellin, nuk japin rezultat, dhe kjo ndodh edhe në spitalet bashkore, kur njerëz kanë temperatura të larta, japin të gjithë banat me gjithë ata, temperatura nuk zbret, ka mundësi kja është i mësi shumë, s'ka të bëjë me banë. Për këtë arsye, thanë cili nga ju din me bën rukje me fërin. Ebu Said al-Khudriu tha unë, tha mirë po ina kur lipëm konak, ju nuk na qelët derën e konakit, për këtë arsye nuk ju frim derisa të zdjotoni ju, se nëse shërohat i sëmuari juaj, na jepni 200 dele. Ta ja japin nëse shërohet. Për ata disa dietarë thojnë nuk lejohet me morë lek për të frime vetëm nëse shërohet. Për shkak se Ebu Said al-Khudriu nuk ka morë derisa shëru. A nëse shërohet të lejohet. Për shkak se ti e ke bë mjekimin mirë, por rezultati nuk ka dhonë, pra në kompenzim në shkafi të merë. Kështu ka dhonë disa prej dietarë. Ebu Said al-Khudriu ka morë në kompenzimin e shërimit të ti, nga se mjekimi ti ka dhonë efekt. Për këtë arsye, që ju ka leju ati, edhe pse sahabët shok të pejgamberit Allahut nuk e kanë përdor këto dele derisa e kanë pyet pejgamberin Allahut, ku pejgamberi Allahut thot a kini a ju ka met diçka, thot po, thot mjepni edhe muni ise me ja bo me dije se kjo është halal e lejuar.
e ki njeri vërtet kishtë pas o grak. Çka i lexoi Ebu Said el-Khudriu, transmetohet me një transmetim shtater el-Fatiha. Me që këtë Fatiha u shëru, provoje ilaç dhe për smunjën tonë, për vezëveset e tu, provoje për depresionin tonë, provoje për të gjithë smunjet që i posedon në veçanti, smunjet shpirtërore, se elhami është ilaç. Për këtë arsye, mësone këtë sure dhe lexone, falnu me këtë sure dhe bani rukje vetës tuaj me këtë sure, do të shifni efektin të mrekullueshëm të çuditshëm, ku Allahu Azza wa Jall këtë Kurani Kerim, siç na ka bon status, si na ka bon kushtetut e jetës tonë, këtë Kurani Kerim na ka bon dhe ibadet, afërim ndaj Allahut, këtë Kurani Kerim dhe na ka bon shërim. Allahu ka thonë shërim, pra do leo të ndërshëm, mirë po shejtoni çka bën njerëzve ja dashuron veprat e liga magjin. E në veçanti populli çka thot njeri pizorit, po shkoj ke edhe në derën e armikut. Na shkojmë te magjistart, jo pi qefit, pizorit. A ka dikush që shkon pi qefit? Dhe në kohën e sprovave ne, s'ka problem, i thermi kanë do me ta maru shpijen tonë. A ka mundësi dhe atë bujkur me therë me ta maru shvillën tonë e shpijen tonë? Jo, pëse a i zdi. Po pizorit se s'ka punëtor, s'ka majstor, a banë edhe ata me therë? Pa do leo të ndërsh. Allahu nuk ka bon i loqë të ato shejtan, se ato janë bashkëpunëtor të shejtanëve. Duket se një shejtan të nëzirë një 20 tile me veti, tile testament që me met me ti. Pa atë pejgamberi Allahut në mësoj neve, në tregoj Allahun Kurani Kerim dhe thot, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ato i ndjekën mësimet e shejtanëve në kohën nga koha e sundimit Sulejmonit. Dhe pretendoshin dhe thoshin se Sulejmoni i ka sundu gjinët me këto mësim, me sihr. Për shkak se librat i ka vorros në kamët e tij, e kur pas ka dek Sulejmoni i ka nxjerr këto libra dhe i ka mësu. Allahu i demanton krejt këta të cilët shpifin ndaj Sulejmonit a.s. Dhe Allahu Azza wa Jall me një rresh thot, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ka thonë Sulejmoni a.s. nuk ka bo kufër, ndërsa shejtanët janë ata të cilët kanë bo kufër. Për çkak se ja mësojshin njerëzve magji. Pra mësimi i magjis është kufër. Pra thonë të pejgamberi Allah mbyll në këtë derë, mos shkoni me pyet një magjistar dhe një faltor, edhe pse janë shumu dhe janë bon kallaballëk ato. Ngohen e neglizhencës, ngohen e lonje të përmendjes Allahut Azza wa Jall. Janë shumu me një lagje i gjejnë 100 faltor. Përse? Për çkak se është braktis libri Allahut, është braktis namazit, është braktis leximi Kurani Kerimit, janë braktisën urdhat e Allahut Azza wa Jall, është braktis urdhin e të mirë dhe ndalesa nga e keqe, për atë janë shfaq shejtanët publikisht e bojnë sehrin dhe kufrin dhe magjin dhe faltërin e tyre. Për atë thot Allahu Azza wa Jall, janë ata të cilët ka bo kufër, pejgamberi Allah tha mos shkoni te aj, nga se aj që shkon në vetëm ta provoj. Ka njerëz të cilët kanë dëshirë me provu. Thot ai cili shkon vetëm me provu edhe pse nuk i beson, 40 ditë nuk i pranohet namazi. Pse ka thonë pejgamberi Allahut këtë? Që të na sfidojë mos shkojmë te ai shejtan. Ka thonë nëse i beson valla kesh, gjali ka është më mirë. Ai cili i beson atij thot ka bon kufër mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra bojkoti i tyre është i domosdoshëm, nga se sihri, magjia, faltoria, vëllezër të ndershëm, krejt këto janë vepra të shejtanit që ja zbukuron birit Ademit, që ai bashkë me veprimet e tij, bashkë me bashkëpunëtorët e tij,
bashkë me argatët e tij, të jetë banor i xhenemit. Allahu na ruaj prej sherrit të tyre. Allahu Azza wa Jall i shëroft të sëmuarit që janë sprovu nga sherri i tyre. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall t'i fortifikon besimtar në fortifikatën e besimit, na ban pasues të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, da i gjallë besimin zemrat tona, që mos të lipmi shërim prej askujt dhe vetëm prej Allahut. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.